Qa the? Do më bash, ikere ne. Ikere do më bash ti mu. A ka filluj me, do të mbaj mos dit, thot. Vore do dal. Deri më shtyte, të dilë se i gatu bukur, ban mirë, i ban të shishme. Ta shi i thot jo, qëlla fos me lal. Jo, mërë pap, jo. Unë do dal. A më duket se ty të ka hy zelia. Tani që po baj mirë në gjonat, këptoni, ka hy zelia. Kështu e këptoj unë. I ka e sot do dal, i ka e pirdu, i ka e në këte do dal. Ma mërziti e bë. Mos dil. Po shef Gimi sot do dal. Pse do dal? Sepse sot do e bëj një pastiqe të lëpini gishta. Ti keni të pasë gishtat, e mos e keni me një gjo. Ene, let's cooking! Edhe vezët, 5, 6, 4, sa të doni, edhe të zhjene të dhe i sa të në pizza. I kile qumësh. Për pastiqen që do bëjmë. Dhe me qumësh e për zhjene. Dhe i sa të bëjmë një homogeni. Edhe në vaj në ullinit. Mesi, e që ka bolek. E kena vaj. Ka vaj Shqipëria, vaj të mirë shumë. I do t'i hedhim djathin. Djathi bardh tu, ose feta. Të rësojmë për sëri, që kjo përbërja të bëti një trajshme. Do t'i hedhi që salam, e akshu të prera, jep një shije si më të mirë thonë. Thonë, po, edhe unë e kam provuar, e shëshishme, prandaj një salam, ty, dhe vokla tak i presëm kubik. Ja dhe makaron po zhenj, kur zhenj makaron, pasaj do t'i hedhim bashkë me të bërsin në këtë tepsin këtu. Pastiqa është gati për të futur në furrë. Do t'a pjekim me 200 gradë për 45 minuta. Pastiqa është në furrë, na bëft mirë. Edhe pastiqa u poq. Ja dhe pastiqa. Si e latashme. Të verralla që shpjehimi me hongri që pastiqe der i kilometër. Si ke mrizi zanave. Pa të jam gjithë, halava ka.